أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut xhaleshanuhu, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salatet dhe selamet që dërgojmë njeriut më me nam, njeriut më me vlerë, vulës së pejgamberisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun xhaleshanuhu pikë së pari që na bëri prej gjithë këtyre njerëzve, prej gjithë këtyre mahlukati, na bëri pikë së pari njerëz. Nga të gjithë ato njerëz të cilët jetojnë kanë jetuar dhe do të jetojnë në këtë botë, neve dhe na zgjodhi na bëri musliman. E falenderojmë dhe kjo është hamdi të cilën ne do t'ja bëjmë Allahu xhaleshanuhu më së shumti. Gjithashtu duhet ta falenderojmë Allahun xhaleshanuhu sepse na mundësoi që ta arrijmë edhe një Ramazan. Sepse ka shumë njerëz të cilët ishin vitin e kaluar në Ramazanin tjetër, por sot apo këtë vit nuk do të prezantojnë në këtë Ramazan sepse Allahu xhaleshanuhu I mori ata tek vetja e tij. Omeri radiallahu anhu neve na tregon në një thënien e tij dhe thot: "Hasibu qabla an tuhasibu." Këshillthonja veten tuaj apo flisni para me veten tuaj, bënja hesab veten tuaj para se t'ju bëj hesab Allahu xhaleshanuhu. Në bazë të kësaj fjale të Hazreti Omerit radiallahu anhu duhet të dim se Allahu xhaleshanuhu këtë vepër apo këtë Ramazan të cilën është duke na ofruar neve, na ka dhënë edhe një shans që të pastrohemi tek Allahu xhaleshanuhu, duke e ditur se vlerat apo veprat në Ramazan shumëfishohen apo shërblimi I ative është I shumëfisht. Andaj duhet të afrohen tek Allahu xhaleshanuhu sa më shumë me ibadete. Përfshir këtu namazin, përfshir këtu agjerimin, përfshir këtu zakatin, përfshir të gjitha ibadetet të cilat Allahu xhaleshanuhu neve na I ka bërë fars apo janë sunete nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta shfrytëzojmë Ramazanin ashtu që mos bëhemi pishman kur të dalim para Allahu xhaleshanuhu, siç tha Hazreti Omeri, hasibu qabla an tuhasibu. Do të thonë shihni veten tuaj para se t'ju shoh Allahu xhaleshanuhu. Apo llogaritni veten tuaj para se t'ju llogarisë Allahu xhaleshanuhu. Dhe ne duhet ta shfrytëzojmë këtë muaj, t'i afrohemi Allahu xhaleshanuhu dhe kitë jetë një start për ne, ta vazhdojmë jetën tonë dhe deri në frymën e fundit të vdesim me këtë ritëm. Transmetohet nga historitë e pejgamberëve për Dhulkarneinin alayhis salam, duke ditur se Dhulkarneini alayhis salam ishte njëkohësisht edhe pejgamber I Allahu xhaleshanuhu, gjithashtu ishte edhe mbret, sundimtar. Një ditë duke shkuar në një betejë me ushtrinë e vet, duke ofruar nata në një luginë, urdhëron ushtrinë e vet që të ulet edhe të pushojë ta kalojë natën në atë luginë. Dhe kur kaploi nata, Dhulkarneini alayhis salam e urdhëroi ushtrinë e vet që gjithë gurët të cilët I kishin rreth vetes së tyre, t'i mushin dhe t'i fusin në çantat e tyre. Këtë dha si urdhër. Dhe ushtria e Dhulkarneinit alayhis salam u nda në 3 grupe. Grupi I parë thanë se Dhulkarneini është pejgamberi Allahu xhaleshanuhu, gjithashtu është komandanti jon dhe ne duhet ta zbatojmë urdhrin e tij. Dhe I mbushën çantat të cilat I kishin afër vetes, I mbushën të gjithë gurët, I morën dhe I fushën në çantat e veta. Saqë nuk kishte vend më në çantat e tyre. Kishte grupi I parë. Grupi I dytë thanë se ne jemi të lodhur, kemi ecur me javë. Mirë po, Dhulkarneini është komandanti ynë, gjithashtu është pejgamberi I Zotit, vetëm të marrim disa guralec nga këto të cilët na ka urdhëruar Dhulkarneini, ta çojmë urdhrin e atij në vend. Dhe morën disa nga guralecet dhe I futën në çantat e veta. Ndërsa grupi I tretë thanë, ne kemi ecur gati për një javë. Ne jemi të lodhur, duhet të pushojmë. Liese duhet të pushojmë, po Dhulkarneini tash nuk na lën neve që të pushojmë, po na urdhëron që të mbledhim edhe gur. Dhe kishte grupi I tretë të cilët nuk morën apo e shkelën urdhrin e Dhulkarneinit alayhis salam. Dhe kur agoi dita, atëherë Dhulkarneini alayhis salam I urdhëroi ushtarët e vet që t'i shohin çantat të cilat I kishin marrë të gurët dhe I kishin fit në çanta.
Dhe kur i pan ushtarët se çfarë kishin futur në çantat e veta, të gjithë u bën pishman. Dhe mu këtu vjen ajo fjala Hazreti Omerit, ku bën hasibu qabla an tuhasibu. Kur i pan çantat se çfarë kishin futur në çantat e veta, gurët se çfarë kishin futur, ato nuk ishin gurë thjesht, por ishin zafir apo gurë çmut. Dhe të gjithë ushtarët u bën pishman. Ata të cilët i kishin mushur çantat e veta, ato thanë pse nuk futëm edhe pak, që ta mushim plot çantën tonë. Ato të cilët kishin marrë disa gurë vetëm për ta çuar urdhrin e Hazreti Dhulkarnenit në vend, ato thanë pse nuk i mushëm plot çantat. Ndërsa ata të cilët nuk morën as edhe një gurë, ata u bën pishman tek Allahu xhaleshanu dhe thanë pse ne nuk morëm dhe nuk e shfrytëzojmë pasurinë të cilat e shfrytëzojnë ushtarët tjerë. Kjo histori është me të vërtetë shumë frydhënëse dhe na e tregon neve sikur na e tregon jetën e kësaj bote. Jeta e kësaj bote në të cilën jetojmë i përgjan një tuneli i cili është shumë i errët. Edhe veprat të cilat ne i bëjmë, jeta të cilën ne jetojmë këtë botë, i përgjan atij tunelit, i përgjan asaj natës, ku ne nuk shohim asgjë, namazi jon, zekati jon, veprat tona të mira, të gjitha veprat të cilat Allahu xhaleshanu na ka urdhëruar dhe na ka ndaluar, ne i shohim sikur ajo natë, ato gurët të cilat i kemi mbledh natë. Nuk e dim se çfarë vlerë kanë. Po ditën kur do të dalim para Allahu xhaleshanu, do të shohim vlerën e tyre. Andaj jemi prej atyre të cilëve veprat të cilat ne i bëjmë këtë botë, ta dim se një ditë do të shpërblejnë tek Allahu xhaleshanu, dhe ta shfrytëzojmë këtë Ramazan si një start për ne për ta shfrytzuar për të afruar tek Allahu xhaleshanu. Alhamdulillahi rabbil alamin.